Për aktorin është fat i madh. Sepse shumë herë themi sa bukur recitove apo sa bukur interpretove. Jo, në shpirtin tim them, poeti mbani nerë me poezinë e bukur. E në këtë rast, Nën Tereza që për ulem, më bani nerë mu me arrit me e mishnu rolin e saj, me konceptu katër si prish me zbërthy çfarë ka ky personazh unik. Me tekstin e Bashkim Kozelit. E kemi bërë të dy bashk. Të dy bashk. Me bashkimin edhe unë. Çfarë i ke dhënë Nën Terezës ti, Justin, nga shpirti jot, nga thellësia jote, nga edhe nga përfytyrimi që ti ke pasur sepse e ke njohur personalisht Nën Terezën? Po. I kam dhënë atë farën e personazhit. Një gru që nuk është të ankohen. Amen. Zoti. Jo, ajo është edhe shumë e fortë. Ka një diagram të sajën të jashtëzakonshme që të çuditej trupi vogël ajo punë e saj si bleta punëtore gjithkund me prek gjithçka, me kontrollu gjithçka, me u gjinë, me operu, e papërtueshme, është tamam hyjnore.